Dimri zyrtarisht ka ikur, por gripi ende jo. Infeksionet respiratore vijojnë të jenë në qarkullim, duke shkaktuar fluks të pacientësh, sidomos në moshat pediatrike. Në qendrat e shëndetësore të qarkut Kukës, numri i pacientëve nuk është si në muajt janar-shkurt, ku u shënua piku i epidemisë së gripit, por gjithsesi mjekët thonë se vizitat mbeten të larta, pasi sezoni i gripit nuk është mbyllur, ndërsa apelojnë për mos përdorim të antibiotikëve pa rekomandimin e mjekut të familjes. Si pacientët shkojnë direkt në farmaci dhe kërkojnë antibiotik. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo punë. Këtu vrejti ka edhe farmacistët që japin antibiotik pa rekomandimin e mjekut të familjes apo mjekut specialist. Antibiotiku është i fundit që përdoret, për shkak se viroza nuk ndikohet direkt në antibiotiku. Vetëm kur fillojnë komplikacionet siç mund të kalojnë në bronkit apo në bronkopneumoni, mund të fillohet antibiotiku dhe ky i kufizuar. Më shumë të rekomandojmë që të pinë këto të ngroftat, siç janë çajrat apo të ndryshme, çajrat të ndryshme, dhe të marrin paracetamol apo diçka për koll dhe jo direkt në antibiotik. Rekomandojmë që mos rrinë në ambiente të mbyllura ku pihet shumë doan, në disa lokale vazhdojnë të pihet doan, dhe përfumatorët apo doan pjesët rekomandojmë së paku ta ulin, pasi një numër i caktuar i cigareve në ditë e shton jashtëzakonisht shumë mundësinë për komplikacione bronkopulmonare. Sezoni i gripit të zgjat deri në fund të marsit, ndërsa me fillimin e pranverës dhe çeljen e luleve, mjekët presin shtimin e rasteve nga alergjitë e stinës, të cilët në verëlindje janë mjaft të shtuara në të gjitha grup moshat.